këtë punë, të gjithë thonin dje. Ky nuk është samiti i integrimit, ky është samiti i mos integrimit dhe afatgjat. Prap do të përdorim logjik. Siç kanë thënë të gjitha mediat, pjesa më e madhe e këtyre që kanë ardhur dhe që e kanë uruar të parët, duke nisur me Melonin, janë persona që secili prej tyre, janë shtete që secili prej tyre kërkon një gjadër të vogël, kërkon gjadrin e tij në këtë vend. Të sjellë këtu plerat, ta bëjë një lloj landfilli. Ky ju ka thënë po, mirë se të vini, s'është asnjë problem, hajdeni këtu dhe investoni burgje. Jo industri, jo ekonomi, burgje. Sillni këtu njerëzit, unë qëndroj në pushtet, unë ju a bëj të mundur këtë punë, dhe ju zgjidh në fakt një hall jo të vogël. Çështja është që mbasi kanë zgjidhur këtë hall, për shkak se ne jemi një vend që ende nuk jemi antar i Bashkimit Evropian, domethënë jemi një Afrikë e vogël në dyert e Evropës. Cili prej tyre është i interesuar që të avancojë, të shërbejë, të pranojë të avancojë në integrimin evropian. Qofse Shqipëria futet në Bashkimin Evropian, bëhet e pamundur të kemi gjadre, të kenë secili e tij, secili shtet gjadrin e tij. Shqipëri pikërisht sepse është një vend i Bashkimit Evropian. Cili prej atyre që sot vinë këtu me shpresën se do të marrin gjardrin e tyre, të kenë burgun e vet secili për të sjellë emigrantët, secili prej tyre i ka vënë vizë integrimit të Bashkimit Evropian të Shqipërisë. Jo 2027, jo 2029, as 2229 nuk ka për ta sjell integrimin evropian të Shqipërisë, sepse ky e ka projektuar që të jetë një grop septike në fund të oborrit të Evropës. E qartë, dhe mbi të gjitha këtë raport me Europën do e zbulojmë sot pas dite. Në çfarë orë është, Razimiri? Sot në orën 17 e kemi ne samitin ton, samitin me popullin, me njerëzit e lirë që të refuzojnë të në një grop septike e Evropës, refuzojnë t'ju vitet vota, refuzojnë të kenë krye një rrugaç maskara vagabond, i cili e ka kthyer të gjithë të vend në një burg, askush nuk është më i lirë të votojë dhe të zgjedhë. Faleminderit Agim Nesho, faleminderit Gens Razimiri. Jetë mirë, Flavia. Ne do kalojmë në zhvillim tjetër, megjithatë ma konfirmon pak regjia nëse do të kemi publicitet apo? Jeni shumë të mirë, ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak me numrat more.